Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin këtë herë për të bërë një përmbëledhje për ngjarjet që në fakt na kanë tronditur natën e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brother. Le të them që lufta ka filluar, edhe pse banorët janë shumë pak ditë brenda asaj shtëpie, por tensioni, dinamikat, stresi i kësaj loje për të qenë protagonist apo për ta kapur prajmin e famshëm, kështu do ta them, ë ka filluar të ndihet jashtëzakonisht shumë tek banorët. Nata e mbrëmshme nuk ishte një natë e lehtë. Ka qenë një natë sfidash, sidomos për dy nga banorët, të cilët eskaluan krejtësisht situatën. Do ndaloj të flas për Eugjenin, banorin e ri, aktorin e Portokallis, i cili është bërë pjesë e kësaj platforme, dhe Ilirin, domethënë dy banorë të cilët janë kundërvajtje me njëri tjetrin në natyra, por që patën një sfidë shumë të gjatë dhe të lodhshme psikologjike. Unë dua një herë të falenderoj Eugjenin për kulturën e treguar, domethënë tregoi një kulturë jashtëzakonisht të bukur, por në këtë mes dua pak të flas edhe për Ilirin, se sa është i përgatitur për të qenë pjesë e lojës së Big Brotherit. Tani, ju e dini shumë bukur që Big Brother është një lojë nervash. Është një sfidë më vete, është një botë tjetër, është një eksperiencë apo një format social, eksperiment social do ta quaj, që ndjerë në pa shumë natyra apo shumë karaktere të tuat që ti edhe më herët nuk i ke ditë, nuk i ke njohur, nuk e ke njohur veten ti domethënë. Dhe në këtë mes, Ilirin ne për shembull e kemi parë në këto plasjet e tia, që në fakt unë e prisja që të ndodhin edhe më herët. Duke njohur natyrën e tij, duke njohur karakterin e tij, është njeri i vërtet, është njeri i drejtë për drejtë, është njeri i sinqert. Unë në asnjë mënyrë nuk them që njerëzit të cilët kanë plasje të këtilla janë njerëz që kanë zemër të keqe, ëh. Në asnjë mënyrë, dhe nuk e vë këtë fare në diskutim. Mendoj që njerëzit e këtillë janë njerëzit më të sinqertë, më të drejtë dhe kanë zemrën më të mirë, sepse ajo që e kishte vrarë në atë shpjegimin kishte qenë pabesia në një farë forme që Iliri kishte përjetuar nga Eugjini. Tani çfarë ndodhi? Domethënë, kamera ishte fokusuar tek Angelo dhe tek Kristi. Duke biseduar ato të dy, nisi një zë, le ta quaj Toronado, që ishte Ilirit në këtë mes, duke goditur Eugjinin me fjalë të pista, fjalë që realisht nuk duhet përdorur në Big Brother dhe sidomos nga një burr i një moshës së tillë. U përfshin banorët brenda në këtë konflikt sepse Eugjini filloi që të largohet, domethënë nuk është se i futi ujë zjarit, apo në fakt i futi ujë zjarit që të shuhet, po nuk është se i futi frym, si më thënë, që të vizet edhe më shumë. Dhe u largua dhe në fakt po befasohej se çfarë po ndodhte, sepse nuk e kuptonte në vete se çfarë i kishte thënë Ilirit apo çfarë e kishte provokuar. Iliri eskaloi krejtësisht nga situata, domethënë banorët u përfshin, nisi që edhe ta godet, në qoftë se banorët nuk është se ishin përfshirë në këtë diskutimin, në këtë debatin, më besoni do të kishte ndodhur gjëma më e madhe brenda asaj shtëpie dhe do të ishte bërë drama më e madhe. Por Eugjini u vetë kontrollua, u qetësua dhe u largua. Më pas domethënë ndërhyri produksioni, më pëlqen ndërhyrja e produksionit, ishte e menjëhershme, nuk është se e la situatën që të eskalon normalitetin aq shumë. E thërritën Ilirin në dhomën e rrëfimit dhe më pas domethënë u qetësuan dhe u qartësuan gjërat, ku Eugjini tregoi një njeri të tij që në fakt e kemi të pakët në shoqërinë tonë këtë njeriu. Imagjinoni, kërkoi falje edhe ja puthi dorën, që nuk kupton që e vlerësoi kaq shumë saqë ai u ndje i bekuar brenda vetes së tij. Imagjinoni çfarë vlerësimi. Por gjithsesi, domethënë, loja brenda kësaj shtëpie ka nisur me një tension shumë të lartë. Tani nëse do të kishim folur për banorët edhe do të kishim thënë se cili do të ishte banori lider, si do të ishin polet e kësaj shtëpie, si do të ndaheshin polet e kësaj shtëpie, do të jetë shumë e vështirë për ta komentuar. Më besoni, sepse banorët, ajo që un po shoh brenda këtyre banor, është ajo
qëllimi i tyre që ka nisur të bëjnë një luftë të madhe, një dinamik të madhe, vetëm e vetëm për të qenë në qendër të vëmendjes apo për ta kapur të ashtu quajturin prime-in e madh. Unë mendoj që sepse kam parë shumë tituj që produksioni toleroi, produksioni duhej zarf të zi. Unë mendoj që produksioni në një farë mënyre në dhomën e rrëfimit Ilirin e ka falur me pretekstin që nuk do të ndodhen më, sepse realisht në gjuhën e cila u përdor, duhej të vinte një zarf i zi, duhej të sillej një zarf i kuq, etj, por kjo gjë nuk ndodhi. Nuk ndodhi në asnjë mënyrë. Do me thënë, Iliri nuk është se u soll një zarf i zi, nuk është se do me thënë, thjesht u thërit në dhomën e rrëfimit. Unë mendoj që Iliri do të ketë shumë plasje të këtilla, duke njohur natyrën edhe karakterin e tij. Nuk e di se si do t'i përballoj sinqerisht 4 muaj brenda asaj shtëpie në qoftë se ta ketë fatin e tillë, sepse duke njohur natyrën e tij, karakterin e tij, kjo është një lojë dhe banorët aty dhe do inskenojnë situata dhe do shpifin dhe do mashtrojnë dhe do japin gënjeshtra, do me thënë, do krijojnë lloj gjërash që ta bëjnë lojën sa më interesante, por do të shohim se si do të shkojë në ditët në vazhdim. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju lojën e Ilirit në Big Brother?